person ka humbur jetën si pasojë e plagëve të marra gjatë një përleshjeje që ka ndodhur mbrëmjen e së hënës në fshatin Zilpotok të Dragashit. Sipas policisë së Kosovës, rasti është raportuar rreth orës 23:15 kur disa persona janë përfshirë në një përleshje. Gjatë incidentit, viktima dyshohet se është goditur me një mjet të mprehtë. I plagosuri është dërguar për trajtim mjekësor në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Dragash, ku mjeku kujdestar ka konstatuar vdekjen e tij. Konflikti, i cili u raportua rreth orës 23, raportohet se ja mori jetën imamit të fshatit Gazmend Zahirovsit. Imami 46 vjeçar vdet si pasojë e plagëve të marra nga një mjet i mprehtë, sipas njoftimit të policisë së Kosovës. Për këtë rast dyshohet Besher Hamza. Prokuroria themelore në Prizren është deklaruar lidhur me vrasje në fshatin Zlipotok të Dragashit, ku mes tjerash thuhet se janë ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme hetimore, me qëllim të ndriçimit të plotë të rrethanave të kësaj çështjeje penale. Në komunikat shtohet se i dyshuari B.K. është ndaluar për 48 orë për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale vrasje e rënd dhe po ashtu është ndaluar për 48 orë edhe babai i tij për shkak të dyshimit të bazuar për kryerjen e veprës penale mëzënia e ndihmës. I dyshuari B.K. pas kryerjes së veprës penale fillimisht ishte në Arati, mirëpo si rezultat i veprimeve intensive operativo-hetimore të policisë së Kosovës është lokalizuar dhe arrestuar. Trupi pa jetë i viktimës është dërguar për obduksion në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë. Prokuroria themelore në Prizren në bashkëpunim me policinë e Kosovës është duke vazhduar hetimet intensive për zbardhjen e motiveve të rrethonave të plota të kësaj ngjarjeje, thuhet në reagim. Një person është gjetur pa shenja jete të hënën në fushë Kosovë. Vdekja e tij u konstatua pasi në vendin e ngjarjes në rrugën Pajazet Islami dolën njësitë relevante policore dhe ekipi mjekësor. Trupi i viktimës është dërguar për obduksion në Institutin e Mjekësisë Ligjore, ndërsa rasti po hetohet si hetim mbi vdekjen. Një rast tjetër i vdekjes ka ndodhur po të hënën rreth orës 14:10 në fshatin Dobërçan të Gjilanit. Këto një burr ka humbur jetën pasi, siç raporton policia, kishte rënë në një post teksa po e pastronte atë. Trupin e tij nga bunari e kanë nxjerrë zjarrfeksit, ndërsa mjekët e kanë konstatuar vdekjen në vendin e ngjarjes. Edhe trupi i tij me urdhër të prokurorit është dërguar në IML për obduksion. Rasti i tretë tragjik në të cilën humbi jetën një person është ai që ndodhi mbrëmjen e së hënës në fshatin Zlipotok të Dragashit, pas një rrahjeje mes disa personave. Sipas policisë, viktima dyshohet se paraprakisht ka postuar lëndime nga një mjet i mprehtë. Mëngjesin e kësaj të martë është dhënë alarm për një mjet shpërthyes brenda hapësirave të stacionit të autobusëve në Prishtinë. Sipas informacioneve zyrtare, rreth orës 8 pranuan një njoftim për një mjet të dyshuar shpërthyes në këtë lokacion, pas së cilës njësitë policore kanë reaguar menjëherë duke ndërmarrë masa të rrepta sigurie. Perimetri përreth stacionit është izoluar, ndërsa qytetarët janë evakuar nga pjesët e rrezikuara. Në vend ngjarje janë angazhuar edhe njësitë e specializuara të policisë së Kosovës, të cilat po kryejnë kontrolle dhe verifikime për ta konfirmuar informacionin. Pas kontrolleve të kryera nga njësitë kompetente, nuk është gjetur asgjë e dyshemt. Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësi i policisë për rajonin e Prishtinës Enes Plana. Pas kontrolleve të kryera nga njësitë kompetente, nuk është gjetur asgjë e dyshemt. Hetuesit policor në koordinim me prokurorin e shtetit kanë filluar punën për zbardhjen e të gjitha rrethonave që ndërlidhen me këtë rast, i cili është cilësuar si lajmërim i rrajshëm, ka deklaruar Plana. Sir Geoffrey Nice, një nga juristët më me nam britanez që ka shërbyer edhe si ish prokurori i diktatorit serb Slobodan Milošević pranë tribunalit të Hagës për krime lufte, këto ditë ka vizituar Prishtinën, ku mori pjesë në konferencën Urat e Kujtimit, organizuar nga Kipret dhe organizata Liria ka emër. Në një shkrim të botuar në fletushkën online të konferencës, Sir Geoffrey shpalos kujtimet e tij rreth gjykatës, duke rikujtuar një polemik me juristët ku avokati britanez thotë se speciale është krijuar kryekëput nga presioni i vazhdueshëm nga BE dhe SBA. Më tutje, Nice shprehu brengat se gjykata ka objektiva të fshehta politike. Edhe më parë kanë paralajmëruar publikisht se mënyra se si u krijua kjo gjykatë duke filluar nga raporti i martit e tutje, duke se pasqyronte objektive të fshehta politike. Oda ekonomike amerikane në Kosovë ka organizuar tryezë diskutimi me temën nga debati për politika të hapta praktik, qasje në LNG, gatishmëria e bisteceve dhe siguria energjetike e Kosovës. Në këtë tryezë u theksua rëndësia që ka gazi amerikan për Kosovën dhe se ky i fundit nuk duhet të shihet si zëvendësim i burimeve të tjera të energjisë, por si mundësi shtesë për diversifikim, industrializim dhe rritje të sigurisë energjetike.
Arjan Zeka, drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane, tha se çështja për gazin amerikan është rikthyer në debat pas disa vitesh, duke kujtuar edhe zhvillimit e vitit 2021, e siç ka thënë Zeka, se qeveria e Kosovës kishte dhënë përgjigje negative lidhur me programin për zhvillimin e infrastrukturës së gazit të lëngshëm. Kurse Laura Kryeziu, eksperte e energjisë, tha se diskutimet për gazin amerikan janë të vëndshme, pasi sipas saj kjo çështje është dashur të trajtohet para 5 viteve. UD presidenti Albulena Haqiu ka pritur sot në takim Valentina Supertin, e cila është drejtoresh për Ballkanin Perëndimor në Komisionin Evropian. Në komunikatën për media njoftohet se Haqiu ka vlerësuar mbështetjen e vazhdueshme të BE-s për zhvillimin e vendit dhe ka theksuar ajo Kosova ka kthyer këtë mbështetje në institucione demokratike, në reforma dhe në një orientim të qartë evropian. UD presidentja theksoi se Kosova ka mbajtur kurs të qartë në reformat evropiane, është plotësisht e harmonizuar me politikën e jashtme dhe të sigurisë së BE-s dhe po i zbaton me seriozitet obligimet që dalin nga agjenda e reformave dhe plani i rritjes. Ajo kërkoi që progresi i Kosovës të marrë përgjigje të qartë politike nga Bashkimi Evropian përmes avancimit drejt statusit kandidat dhe hapjes së negociatave të antarësimit, thuhet mes të tjerash në komunikat.